Edukatorja ju kanë sjellë këngë të festivaleve të fëmijëve, që janë të vigjël kështu si ju. Në rregull? Ju pëlqejnë këto këngë që po dëgjoni? Kjo është një këngë për 7 marsin që ja këndojnë fëmijët e vegjël mësuesës së tyre. Si që erdhët ju ke edukatorja, që festuam së bashku. E dëgjoni? Fëmi, sot kemi mësim matematik. Kush i thotë edukator mësimin e kaluar, cili numër mësuam të numëruar? 3. Jo 3. Cili numër? 3. Ha? 2. Bravo Amari. 2. Pra, në mësimin e kaluar ne mësuam numrin 2. 2. Qa kishim me 2 në trupin ton? Kishim vendosi dhe i duart shpejt 2 vetulla. 1, 2. 2 sy. 1, 2. 1, 2. 2 vesh. 1, 2. Ashtu. Vazhdojmë. 2 faqe. 1, 2. 1, 2. 2 duar. 1, 2. 2 këmbë. Bravo. Po të shojnë dhe zojt kur fluturojnë, kanë 2 krah që lëkundin për fluturim, edhe 2 këmbë kur ulen në tokë për të ecur. Në rregull? Lepurushi, kur ngrato veshët e tij si ka ushtë të gjata, sa ka? 2 vesh. 2 vesh të gjata. Bravo. Zemra kemi nga 1, po tash i themi nga pjesën nga 2 që kemi në trupin ton. Tani, dëgjojmë edukatoren. Nga numri 2 që kemi mësuar në mësimin e kaluar, do mundohemi tash të bëjmë shpejt e shpejt një mbledhje zbritje me numrin 2. Shikojmë edukatorin tash, ngrini dorën lart. Grusht, ngrini dorën lart grusht. Shpejt e shpejt me edukatorin, dorën lart grusht, të gjithë. Anea, dorën lart grusht. Tani, kujdes. Hapini një gisht. Sa gishta kemi hapur? 1. Pra, numrin e parë që kemi mësuar të numërojmë bas zeros. 1. Tani, hapim edhe një gisht tjetër. Sa gishta u bën? 2. Pra, 1 edhe 1 bëjnë 2 gishta. Numri jon u bë tash më i madh apo më i vogël? Më i madh, bravo, sepse shtuam edhe 1, kishim 1, shtuam edhe 1, u bën 2. Mbyllën një gisht. Mbyllën një gisht. Sa mbetën? 1. Pra numri jon u bë më i madh apo më i vogël? Më i vogël. Sepse tani iku një shok, ishin 2 shok, iku 1. Pra, bëm mbledhjen dhe zbritjen e numrit 2 me një njësi. Kurse sot, pra bëjmë një rikujtim të numrit të kaluar. Kurse sot do mësojmë të numërojmë, të ndajmë nga shumë sende 3 element, duke i numëruar 1 e nga 1. Tani, mbi tavolinë edukatorja ka vendosur shumë mjete, lodër, dhe me këto ne do të mësojmë të numërojmë. Bicikleta jon, bicikleta e fëmijëve, do të na mësoj sot me edukatoren
numrin e ri. Shikojmë edukatorin, ta numërojmë, numrin e ri që ta numërojmë. Tani kujdes. Edhe ju në tavolinë, pasi të zhvilloj edukatoria këtu në tavolinën qendrore ushtrime dhe ju do të bëni ushtrime në tavolinat e juaja. Në rregull? Tani, një fëmijë do të vi këtu ke edukatoria dhe të filloj ushtrimin e parë në tavolinë. Po? Kush është i pari? Fabriela e para. Prit, Fabriela, me që ngriti dorën e para. Dëgjojmë edukatoren, kujdes. Hajde ke edukatore, shpejt. Fabriela, tani kujdes. Mbi tavolin kemi një karrocë fëmijësh. Si u tha edukatoria, bicikletë me shumë rrota, nuk është si bicikleta tritorë që ka 2 rrota, po kemi një bicikletë me 3 rrota. Dhe do të shikojmë nëse ka me të vërtet 3 rrota. Tani, duke numëruar, këtu shikojmë kemi sa kube kemi këtu? Sa kuba kemi këtu? Shumë, bravo, kemi shumë kuba. Ha? Bravo. Tani, do marrësh nga një kub dhe do e vendosësh pranë çdo rrote. Ha? Merr nga një kub pranë çdo rrote, kujdes ta edukator nuk bëjmë zhurmë. Gabriela, në çdo rrotë të bicikletës vendos nga një kub, po jo këtu brenda, nuk të thash këtu brenda. Pranë çdo rrote. Pranë çdo rrote vendos nga një kub. Merr kub dhe afroje pranë çdo rrote. Afroje ke rrota. Afroje këtu. Po. Merr edhe kubin tjetër, afroje ke rrota tjetër. Afroje ke rrota. Po. Tani kujdes, sa kuba ke vendosur deri tani? Numëroj? 1, 2. Bravo. Pra sa kuba ke vendosur deri tani pranë rrotave të bicikletës? 2. Ka mbetur dhe ndonjë rrotë tjetër pa kub? Ha? Po, edhe sa rrota kanë mbetur pa kub? Ha? Edhe sa rrota kanë mbetur pa kub? Edhe një, bravo. Pra, shikojmë që kemi një numër më të madh se numri 2. Dhe tani vun vetëm 2 kuba pranë 2 rrotave të karrocës së vogël të fëmijëve. Por shohim që ka ngelur edhe një rrotë pa kub, ë? Pranë asaj rrote duhet vendosur edhe një kub tjetër. Pra, ka numër më të madh se 2 që kemi mësuar apo jo? Përdesa na duhet edhe një kub tjetër për t'ia vendosur rrotës që ka ngelur pa kub. Vendos edhe një kub tjetër aty, Fabriela. Bravo. Tani, e numërojmë se sa kuba janë vendosur pranë çdo rrote biciklete. Fillojmë. 1, ha? 2, edhe 3. Bravo. Pra 1, 2 dhe 3. Shikojmë edukatorin. Pra, bicikleta jon, përdesa ne vendosëm 3 kuba për secilën rrotë bicikleta. Po bicikleta sa rrota ka? Bravo. Aq sa kuba vendosëm ne. Bravo. Pra cili numër po mësojmë të numërojmë sot? Numrin 2. Jo. Cili numër fëmijë po mësojmë të numërojmë sot? 3. Bravo Arnesti. Bravo të lumë. Pse sa kuba vendosëm pranë rrotave të makinës? 3. Dhe sa rrota kishte bicikleta jon? 3. Bravo. Pra dhe njerë, sa kuba vendosëm pranë bicikletës tonë? 3. Dhe sa rrota kishte bicikleta jon? Aj sa kuba që vendosëm ne për çdo rrotë biciklete. Bravo. Mirë Fabriela, kujdes, ma e vëmendshëm kur përgjigjesh. Numërove 3, duhet të thoshe 3. Pse the 2? Kujdes kur flasim. Mirë, shko në vend ti tash i vjen Alea. Hajde Alea, pastaj edhe ti prit, ke ushtrimin tënd. Mbrapa Aleas. Po, do të ngrej edukatoria, prit, të gjithë të dy jap ushtrim. Kujdes, të gjithë të dy jap ushtrim. Prit, se ke ti tashi, mas Alea se ke ti. Vazhdon ushtrimi, se është ushtrimi i madh. Alea, tani, shoqja vendosi pranë çdo rrote biciklete nga një kub. Dhe kur i numëruam ne, numëroj dhe ti vetë se sa kuba janë aty, pranë rrotave të bicikletës, me zë. Ha? Pra, sa kuba ka vendosur Fabriela pranë bicikletës? 3. Pse, sa rrota kishte bicikleta jon? Bravo. Tani, kurse ti, mbi çdo kub dhe vendosësh nga një flamur. Vendos mbi çdo kub nga një flamur. Vendos.
Jo, mbi çdo kub vendos nga një flamur. Merr flamur vendosë mbi çdo kub. Duke numëruar. Numëro, vendosë mbi kub. Të iku, merr një tjetër. Merr një tjetër. Kape vendosë këtu mbi kub. Sa more tani? Sa more në dorë tani? Sa more në dorë? Sa flamuj more? Një. Po thuaj shokëve, unë kam në dorë një flamur. Kam në dorë një flamur. Vendose mbi kubin e parë. Vendose. Mbi kub. Këtu moj Alea. Prit. Këtu. I pari këtu. Vazhdo me tjetrin. Merr një flamur tjetër. Vendose ke kubi tjetër. Mora edhe një thuaj shokëve. Unë mora edhe një. Vendose këtu tash? Sa flamuj ke vënë deri tani Alea? 2. A ka mbetur dhe një kub tjetër pa flamur? Shikoj një. Ka mbetur dhe një kub tjetër pa flamur? Shikoje. A kanë po? Po thot Fabriela. Ka edhe një tjetër. Edhe sa kanë mbetur pa flamur? Edhe një. Bravo Rajla. Edhe një. Atëre, u plotësuan tani të gjithë kubat me flamuj? Shikojmë edukator, pra, se cili kub ka lartë nga një flamur tashi. Aq sa kuba vendosi Fabriela, ke vënë ti flamuj. E numërojmë sa flamuj ke vendosur? Fillo numëroj me zë. Po? Dhe 3. Pra, sa flamuj vendose ti Alea? 3. Po pse vore 3? Sa kuba ishin vendosur pranë bicikletës? Bravo. Pse sa rrota ka bicikleta jonë? Bravo. Cili numër po mësojmë të numërojmë sot? Numrin? Bravo. Pra nga shumë, sa kuba ishin këto? Ishin? Shumë. Ne veçuam vetëm, sa flamuj vetëm? Dhe kuba, sa? 2. Jo, 2. Po numëroj, sa vure këtu? 1, 2, 3. Pra, sa vure? Po pse thua 2? Numëroj dhe thua, aq sa ke numëruar? Apo jo? Pra, bravo Arnesi, 3. Sepse vendosëm kuba, aq sa rrota kishte bicikleta jonë dhe vendosëm 3 kuba, sepse dhe bicikleta jonë kishte 3 rrota. Dhe mbi çdo kub ti vendose 3 flamuj, aq sa kuba kishte vendosur shoqja, apo jo? Pra në çdo rrotë biciklete. Mirë. Bravo, mbajini mend gjithmonë, mos u përgjigjni gabim. Themi atë që numërojmë. Mirë? Jo numërojmë 3-shin, po hajde Arnesi. Bravo. Hajde ke edukatorja. Tani Arnesi ti ke ndryshe tash ushtrimin. Brenda kësaj shportës së bicikletës do të vendosësh, shiko. Do vendosësh vezë duke i numëruar aq sa flamuj ka vënë Alea. Ka vënë Alea për çdo kub. Vazhdo? Numëron zë. Sa vure tash? 2. Bravo. Duhen prit. A duhen më vezë aty brenda shportës së bicikletës? Po. Pse sa rrota ka bicikleta? Jo, numëro mirë edhe 1, bravo. Po sa rrota ka bicikleta jonë? Bravo të lumë. Sa kuba vendosi Fabriela pranë rrotave të bicikletës? 3. Sa flamuj vendosi Alea mbi çdo kub? 3, bravo. Po ti sa vezë vure këtu brenda ke shporta? Pra vure vezë aq sa flamuj kishte vënë Alea mbi kuba, Dhe sa kuba kishte vënë Fabriela pranë çdo rrote biciklete. Bravo, je shumë i mirë. Bravo Arnesti. Tani Arnesti, kujdes me edukatoren, prit, një ushtrim tjetër. Shikoj me edukatoren, dua të vendosësh, të ndash me edukatoren 3 makina, parko 3 makina, duke numëruar këtu, parko 3 makina. Parko 3 makina, numëro, dhe numëro, me zë, 1, sa ke në dorë tani? Sa makina ke në dorë? 2. Pra 1, 2, vendosi këtu. Pra aq sa numri që mësuam në mësimin e kaluar, apo jo? Po na duhet më makina ne që të plotësojmë numrin që po mësojmë sot? Edhe sa na duhen? Edhe sa na duhen? 2 ke, 3, po që të bëhen 3, janë 2 këtu, edhe sa makina duhet të marrësh që t'i bësh 3? Edhe? 1, bravo, vendose këtu, 1 makinë. 1, vendose këtu pranë këtyre, që të bëhen aq sa? Bravo, s'ka gjë, vetëm, atëherë sa makina na u bën këtu, Arnesi? 3 makina, bravo. Aq sa numri, cili numër po mësojmë të numërojmë sot? 3. Bravo, numrin 3.
aq sa rrota kishte bicikleta jon, bicikleta e fëmijëve, 3, aq kemi vendosur dhe makina këtu të parkuara. Sa makina janë këtu? Këtu? Jo, mos i numëro, sa janë? Do themi pak dhe shumë, sa janë? Pak janë këtu? Mua më duken si shumë. Si ju duken ju këtu? Pak makina po shumë? Shumë. Po ti sa veçove këtu? Sa makina? 3, bravo. Pra nga shumë makina ti veçove vetëm 3 makina duke i numëruar një nga një. Numëroj dhe një herë ti tashi? Numëroj? Po? Po dhe 3. Bravo. Bravo, je shumë i mirë. Pra sa makina parkove ti, Ernesti? 3. Je shumë i mirë. Cili numër po mësojmë të numërojmë sot? Numrin? Je shumë i mirë. Bravo. Shtu ke vendi. Bravo. Bravo. Ajla, mbi tavolinë edukatore ka vendosur bicikletën e fëmijëve. Një bicikletë fëmijësh këtë. Shikojmë edukatoren? Tani dhe shumë mjete të imta për të numëruar. Kujdes, edukator pa zhurmë. Tani, sot kemi një numër të ri që po mësojmë të numërojmë dhe do na mësoj bicikleta jonë. Rajla? Tani, pra në çdo, shikojmë njerë, sa kuba kemi këtu, Rajla? Sa? Si 3? 3 të duken këtu? Ja. Po sa të duken? Ha, shumë bra, shumë, se themi 3. 3 i thonë kaq, 1, 2, 3, kaq. Po të na mbetën akoma, do të thotë që janë më shumë se sa 3. Pra, sa kuba kemi këtu? Shumë, bravo, tani shikojmë. Rajla, nga grumbulli i shumë kubave këtu, do marrësh një nga një, do vendosësh pranë çdo rrotë biciklete nga një kub. Merre tash dhe numëro. Fillo. Numëro. Sa ke në dorë kuba? Thuaj shokëve, unë kam në dorë një kub. Vendose pranë rrotës së parë të bicikletës. Pranë të thash, pranë i thon këtu pranë rrotës, kështu. Bravo. Tani merr edhe një kub tjetër, vendose pranë rrotës tjetër. Edhe një, vendose pranë rrotës. Po. Sa kuba vendose tani Rajla? Bravo. Pra një, edhe një këtej, 2 kuba. Ka mbetur në i rrotë tjetër pa kuba, Rajla? Edhe sa rrota kanë mbet pa kub? Edhe një, bravo. Merr edhe një kub tjetër, vendose pranë rrotës tjetër. Që të plotësohen të gjithë rrotat me kuba. Vendose këtej, që ta shohim edukatoren, po. Atëherë, shikojmë edukatoren, sa kuba u vendosën deri tani? A janë kuba aq sa rrota ka bicikleta jonë? A janë barabar kuba dhe rrota biciklete? Bravo. I numërojmë në janë 3? Fillojmë. 1 dhe 3. Pra, sa kuba vendose ti Rajla? 3. Se sa rrota kishte bicikleta? 3. Bravo. Cili numër po mësojmë të numërojmë sot Rajla? 3. Bravo, mbajini mend. Pra nga shumë kuba, ti veçove sa kuba vetëm? 3. Bravo. Shumë tash ke vendi vjen një fëmijë tjetër. Hajde Amari. Hajde Amari. Tani do vazhdosh ushtrimin e Rajlës ti. Shikojmë edukatorin, Rajla ka vendosur pranë çdo rrote Amari 3 kuba, aq sa rrota ka bicikleta. Tani, mbi çdo kub ti do vendosësh nga një flamur. Merre duke numëruar. Merr flamur, vendos mbi kub. Numëro. Sa flamuj ke në dorë thuaj shokëve? Un kam në dorë. Kujdes, nuk bëjmë zhurmë. Un kam në dorë një flamur. Prit me edukatoren. Un kam në dorë një flamur. Thuaj. Bravo, vendose te kubi parë. Bravo. Prita vendose edukator ndihmoj çik se s'na lë kjo. Ashtu. Tashi, merr edhe te kubi tjetër, vendos një flamur tjetër. Sa flamuj tu bën deri tani? Sa flamuj? 2. Bravo. Bravo, ke vendosur deri tani 2. Ka mbetur në një kub pa flamur? Edhe sa kuba kanë mbetur pa flamur? Edhe një. Bravo. Vendos mbi kubin tjetër flamur. Bravo. Pra, sa flamuj u bën tani? I numërojmë Amari? Fillo numëroj. 1, 2, 3. Bravo. Pse vure 3 flamuj ti? Sa kuba kishte vënë Rajla? 3. Bravo. Pse sa bicikleta kishte, sa rrota kishte bicikleta jon? 3. Bravo. Cili numër po mësojmë të numërojmë sot? Numrin? 3. Bravo, je shumë i mirë. Bravo. Shko ke vendi. Hajde Noe.
Hajde Noe. Ke edukatorja. Noe. Tash e shikojmë edukatoren. Rajla vendosi pranë çdo rrote biciklete 3 kuba. Po dhe marri mbi çdo kub që vendosi Rajla, vendosi 3 flamuj. Aq sa kuba kishte vendosur Rajla, ha? Kurse unë doja që brenda kësaj shportës që ka bicikleta, ti të vendosësh 3 vezë. 3 vezë. Kujdes. 3 vezë. Duke i numëruar 1 nga 1. Aq sa kuba dhe flamuj kanë vendosur shokët. Ha, fillo, numëro. 1. 1 me z. 1. O, Noe, me z. 1. Bravo, merr tjetër. Kush vjen mas njëshit? Ha? Kush numër? Naldi. Kush numër vjen? Ha, pra mas njëshit. 1, po pastaj kush vjen? 2. 2, pa më pra me z. Dhe pastaj vjen numri që po mësojmë sot, vendos edhe tjetër. Cili është numri tjetër që vjen mas 2-shit? Kush është? Shiko këtu me edukatoren. Oe, tash shikoj me edukatorin, numërojmë njërë se sa vezë na u bën këtu brenda shportës. Fillojmë. 1, bashkë me mua me z. 1. Ha, me ngrizër. 1, 2 dhe 3. Bravo. Pra, numëroj dhe njërë sa edukatorin se sa vezë vura aty ke shporta. Fillo me gisht. Me gishtin aty. 1, po, 2 edhe 3. Pra, cilin numër mësuam të numërojmë sot në Noe? Numrin? 3. 3. Hajde ki edukatorja dhe të parkosh 3 makina me edukatoren. Hajde sa numri që kemi mësuar sot. Hajde. Shojmë me edukatorja aty sa makina. Geri, në tavolinë edukatorja, sa makina janë këtu Geri? Pak apo shumë? Bravo. Dua të veçosh të parkosh 3 makina këtu, duke i numëruar 1 nga 1. Fillo numëroj. Edhe ju, merrni vendosin në rrjesh 3 shufra. Shikojmë edukatorës, vendosin në rrjesh. Jo, ke vënë shumë aty. Vendos 3. Edhe Amari, fillo. Amari 3 në rrjesh. Ha Geri. 3 në rrjesh, 3 shufra, 3, ke vënë shumë. Ha me edukatoren, ha Geri. 1. Numëro me z, 1. Geri me z, 1. Vazhdo 2. Merr tjetër. 2. Merr dhe një tjetër. 3. Morëm aq sa flamu janë këtu tek bicikleta jon. 1, 2, 3, ha? Edhe këtu 1, 2, 3. Edhe ju vendosni aq sa makina ka parku Geri. 3 shufra këtu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha, vendos 1, 2, 3. 1, 2, edhe 3. Edhe ti 1, 2, 3. Bravo, 1, 2, 3. Formoni 3 këndorin. Si ajo që i ka vënë edukatore këtë rasa. Formoni 3 këndorin. Bravo, Alea je shumë e mirë. Bravo Fabrila. Ha, dhe Rajla, formo 3 këndorin. Ha, bravo, ja, dhe Anea. Bravo Anea. Je shumë e mirë. Bravo Anea, të lumt. Dale të shumë edukatorja. Bravo edhe Rajla. Bravo, dale. Bravo dhe Alea, bravo. Po Fabrila. Bravo Fabrila, dale Kesi. Ha Kesi, shumë edukatorja. Mirë, mos e bëti, mos e bëti ushtrimin. Dale Kesi, ngrisit shumë edukatorja. Bravo, je shumë e mirë. Po Amelia, bravo Amelia të lumt. Bravo, afroj dhe këtë i qik, bë tamam 3 këndor, je shumë e mirë. Po e vogla, prit një moj edukatore se je vogël. Dale, bravo, ja dhe Belgiza vogël, bravo. Dale të edukatorja, Anajdi, hajde ki edukatore. Ha, formo 3 këndorin. Formo 3 këndorin me edukatorin tu. Anajdin po e ndihmoj unë. Anajdi, shik tu me edukatoren. Anajdi, 1, 2, 3. Anajdi, 1, 2, 3. 3, bravo. Anajdi, 1, 2, 3. Shik tu. 1, 2 dhe 3. 3, bravo Anajdi, je shumë i mirë. Bravo. Ha, edhe ti me edukatore formo 3-shin. 1, 2 dhe 3. Kështu. Sa shufra vun këtu për të bërë 3 këndorin e nesi? 3, jo 1, 2 edhe 3. Bravo. Edhe Noe, bravo Noe. 1, numërojmë Noe, jo hiqe këta. Vedëm këto të 3-ja Noe. Po ti ku je? Ha, bëjë dhe ti. Jepja shufrat shokut, i ke marrë ti gjithë shufrat.
Formohu trekëndorin. Numërojmë tash Noe, numërojmë 1, 2 edhe 3. Bravo. Sa shufra na u deshëm për të formuar trekëndor? 3, ë? Edhe kujdes, pa zhurmë. Pa zhurmë, do vi t'ju pyes prapë edukatorja. Ha? Jo, të thash trekëndor, nuk të thash 4 këndor. 3 këndor. Pra, sa shufra na duhen për të formuar një trekëndor, Arnesti? Numëroj. Ernest, sa shufra na u deshëm për të formuar trekëndorin? Ha? Vazhdo? 2. Pa zhurmë. 3. Pra sa na duhen? 3. Bravo. Amari, sa shufra na duhen për të formuar një trekëndor? 3. Bravo. Noe, sa shufra na duhet për të formuar një trekëndor? Bravo. Anesi, sa shufra na duhet për të formuar një trekëndor? 3. Bravo, 3. Edhe Anajdi, sa shufra na duhet të formojmë një trekëndor? 3. Bravo. Bilgiza, sa shufra na duhet të formojmë një trekëndor? 3, jo 5, 3. Iqe 2 gishat, sho, mblidhi këto, 2-3, kështu. 3. O, Amelia, sa në duhen shufra për të formuar një trekëndor? Bravo, je shumë e mirë. Shive të ndihmoj edukatorët e ty, shiftu. Kje mandi këtu si shokët, ha. Ta shikojme, numërojme edukatoren Pella se sa shufra janë këtu? 1, 2, edhe 3. Pa sa shufra nda duhet të formojmë një trekëndor? 3. Jo, po 1, 2, 3. 3. Bravo. Pra sa shufra na duhet të formojmë një trekëndor? 3. Je shumë e mirë. Kesi, sa shufra na duhet të formojmë një trekëndor? 3. Jo 2, nxirr edhe një gisht. 3 gishta. Bravo, tash po. 1, 2, 3, numëroj. 1, 2 dhe 3. Bravo. Edhe kjo Fabriela, sa shufra na duhet të formojmë një trekëndor? Bravo, je shumë e mirë. Po Aleja, sa shufra na duhet të formojmë një trekëndor? Dhe 3, bravo. Rajla, ku e ke trekëndorin të? Formo trekëndorin, shpito. Ha, Rajla, sa shufra na duhet të formojmë një trekëndor? Numëroj. 1, 2, 3. Bravo. Po Anea, sa shufra na duhet të formojmë një trekëndor? Numëroj. 1, 2 dhe 3. Pra na duhen 3, ha? Pra të gjithë me edukatorën. Geri, sa makina parkove ti këtu, Geri? Ha? Numëroj. 1, 2 edhe 3. Pra sa makina parkove, Geri? Po, po numëroj dhe njerë. 1, 2, 3, po thua, si thua 2. Sa edhe njerë, sa makina parkove? Ha? 3. 3 mo, Geri. 1, 2, 3. 1, vërëgjisi 1, 2, kujdes, pa zhurmë, edhe 3. Pra 3. Po, Eliko, cilin edhe njerë numër, mësuam të numërojmë sot? Numrin 3. Pra, nga shumë element, mësuam duke i numëruar një nga një të veçojmë 3 element. Ha? Sa ruta kishe bicikleta e fëmijëve? Sa kuba vendosëm ne pra çdo biciklete? Sa flamuj vendosëm mbi çdo kub? Sa vezë futëm ke shporta? Cili numër po mësojmë të numërojmë sot? Numrin? 3, bravo. Ecim edukatoren, ecim, bravo. Ecim, brapa edukatores, tik, do dalim shëtitje ke obori. Ecim edukatoren, ecim. Hec, hajde logo. Hajde, heci tik, mos u shkëput rishtin. Mas edukatores, mrapa me. Hec mrapa edukatores. Ecim. Nga dal, ecim zojtë edukatores, ecim, do vim mrapa edukatores. Shëtitje në për obor. Kujdes, nga dal, mrapa edukatores, ecim rishtë një mas jetëri, do 2 rishta, nga një ose edukatorja. Nga një. Ecim, pritë se do bëjmë një këthes kësho. Ecim mas edukatores. Ecim, njëri mas tjetërin, mos u shkëput. Ecim.
Mos u shkëput, mbahuni fort njëri mas tjetrit. Eci me edukatoren. Eci. Ecim. Ecim treni, ecim. Kthehemi treni. Treni, ktheu. Ktheu treni. Ecni treni, ktheu. Treni. Ktheu, ktheu. Mbrapa edukatores. Mbrapa. Mbrapa edukatores. Ecim, mbrapa. Kape, Anajdi. Kape shoqen nga përparsja. Anajdi, kape shoqen. Ecte, këti, vazhdojmë këti. Kape janë mbrapa. Kape janë, Anajdi. Kape janë mbrapa. Ecim, ecim. Ecim edukatoren. Kujdes, kujdes, kujdes. Ecim. Ecim. Treni, ec, treni. Ecim. Njëri mas tjetrit. Jo, njëri mas tjetrit. Ecim. Ecim edukatoren. Ecim. 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 Ecim edukatoren. Kujdes, Anajdi ke dalë shokve para. Edukatoren, Anajdi mbau mas shokut. Mbau mas shokut. Mbas shokut. Ecim. Ecim. Rutullow. Mbaj shokun, Fabrila. Fabrila. Moje. Ecim. Ecim. Kujdes, edukatorja. Ec, rutullow. Ecim. Ecim ta edukatorja. Ecim. Mbrapa shoqes, mbrapa, Anajdi. Anajdi, mbrapa shoqes. Ecim. Jo, mos e prik ato edukatorja të shtëpis. Ecim. Kujdes, hajde, hajde. Hajde ta edukatorja, ec. Ec. Hajde. Ecim, jo, mos parkalu shokun. Noe, mbrapa shokut. Mbrapa shokut, ta edukatorja. Kujdes. Ecim edukatorja, jo. Ha, eci. Quf. Haj, ty, shpejt, ty, treni. Quf, ha. Ecim. 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 Quf. Ecim ta edukatorja. Ecim. 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 Ti, mos e prish rrisin. No, ti, Anea, kujdes pra se rëzohet dhe shoku duke ikur ashtu. Eci drejt njëri mas tjetrit. Drejt njëri mas tjetrit. Quf, ha. Quf. Quf. Ha. Jo, mbrapa, Anajdi ki shoqja, mbrapa shoqes. Anajdi mbrapa shoqes. Ecim edukatoren. Hapim derën. Ecim, hyni brenda. Drejt e ki grupi. Vrap ke grupi. Ke grupi. Ecim. Është ftohtë atje edukator, prandaj nxora në robot. Ec. Bicicletta, catrerota, corre, su, vite, botta. Tring, tringallon, zille, vogël, natimon. Shoqe, më vin pas. Kurron bicicletën gas. Tring, tringallon, zille, vogël, natimon. Bravo! E recituat shumë bukur vjershën e numrit 3.
Jeni shumë të mirë. Kujtojmë edhe 2 vjershat e tjera të 2 numrave më përpara që kemi mësuar. Fillojmë të 2 numrave përpara të 1-shit dhe të 2-shit. Fillojmë me edukatoren. 1 është dielli, 1 është hëna, të gjithë bashkë. 1 është dielli, 1 është hëna. 1 është babi, 1 është mamë. 1 flamur që valon, 1 shqipon që fluturon. 1 jam unë, 1 je ti, 1 dhe nëna shqipëri. E numrit 1. Tash të 2-shit, me 2 këmbë shkëndezi. 1, 2, 3. Me 2 këmbë shkëndezi. Me 2 këmbë dhe 1 par. Po 2 veshka lepo, rushi, pashi, koni sa të gjatë, bravo. Vjershën e mbledhjes me një njësi, 1 dhe 1 bëjnë 2. Edhe kjo është për numrin 2, po është e mbledhjes me një njësi. Fillojmë? 1, 2, 3. 1 dhe 1 bëjnë 2. Të gjithë kemi nga 2 sy. Nga 2 sy. Për të parë, nga 2 duar për t'i larë. E që rrugës të mos ngelim, nga 2 këmbë që të ecim. Bravo! Edhe vjersha e numri 2 me mbledhje. Tani kemi dhe vjershën e 3-shit e sam të bicikletës me 3 rota, por kemi një vjersh të bukur që do ta mësojmë në mësimin e ardhshëm. Por edukatore do t'ja u përmend tash. Kush e mban mend me pak fjalë sa kemi mësuar, mund ta themi edhe bashkë të Iriçit, ë? E fillojmë tash, shoqërojmë dhe edukatoren nëse e mbani mend në mëngjes kur ja u përsëriti arbas here. 1, 2, 3. Një mëngjes Iriçi u nis për në shkollë. Nga një pemull shkundën 3 kokra moll. 3 kokra moll të ëmbla sa s'ka, 1 ai e mori, 2 aty i la. Pas dite Iriçi u kthye në shtëpi. Mollët nuk ishin më aty. Të nesërmen mësuesja e ngriti në mësim. Iriçi të vogël i dha një ushtrim. Më thuaj, i tha, sa mbetën atje. Kur nga 3 marrim 1, u përtypi Iriçi e zuri një koll. Nuk mbeti as një kokër moll. E tha mirë apo gabim Iriçi? Se sa moll kishin mbetur aty, po të marrim 1, 2, bravo. Po të marrim 1, mbeten 2 moll, apo jo? Po pse e tha gabim Iriçi? Kush i kishin marrë mollët e tjera? Kalamajt e tjerë. Ata që kishin ardhur pas Iriçit i kishin ngrënë 2 mollët e tjera që la Iriçi. Kur mori 1, la 2. Mirë, pa ta kishin ngrënë dhe kur u kthye ai pas dite nga shkolla, pa që mollët nuk ishin më aty. Dhe Iriçi edhe ushtrimin e bëri gabim kur ja dha mësuesja pastaj. Në rregull, se mbajti mend që mollët nuk ishin më aty. Mirë, edhe këtë vjersh do ta mësojmë kur të bëjmë mbledhje zbritje me një njësi të numrit 3. I kishin ngrënë fëmijë, po. Tani, jemi në muajin prill, do marrim mungesat e ditës së sotme. Shikojmë edukatoren. Kujdes. Mjaft. Kujdes sa edukatoria. Atëherë, fillojmë edukatoren. Alea Gjepali. Bravo. Aleksa Sfahiu mungon. Dyshi mungon. Kujdes. Amar Çizmja. Bravo. Amelia Plaku. Bravo. Anajt Feizo. Anajdi? So jam këtu. Bravo. Je shumë i mirë. Anea Tita. Bravo. Ernest Busho. Bravo. Enes Auqeti. Bravo.
Kesi keqi. Bravo. Noan Buraj. Noani. Bravo. Perla Metalla. Bravo. Rajde Nurka. Jo, prit 2 sekonde. Rajde Nurka. A, më ngo Rajde, një 13-a. Po, shko, po, edukatore, shko. 13-a, më ngon. Kemi Rajla Dilalisi. Bravo, Geraldi Reshka. Bravo, Tjani Hako më ngon. Edhe Tjani më ngon. Fabriela Kullolli. Edhe Belkisa Skilja. Bravo, jeni së mirë. E për plasin duash për gjithë fëmijët që janë këto. Bravo, bravo. Fëmi, si çdo herë kemi detyrën. Dhe sot kemi fjalën 3 dërguesat. Sepse po mësojmë cili numër, po mësojmë të numërojmë numrin? Ja. 3, bravo Laila. Po ti bërë dhe ushtrimin mo Arnesti. Ha? Numrin 3 gishta. 3A, bravo. Pra, cili numër mësuam të numërojmë sot? Numrin? 3, bravo. Filloni njerë, vazhdoni fjalën njerë me nga dal, që të punohet bukur, dhe pastaj kemi ngjyrosur aty edukatori ju ka vizituar 3 dërkucët të historisë që mësojmë. Ishin 3 vëllezër që ndërtuan 3 shtëpia të ndryshme me materiale të ndryshme. Dhe vetëm njëri nga vëllezrit ndërtoi shtëpi të fortë. 2 të tjerët, si dembel që ishin, menduan ta bënin shpejt e shpejt shtëpinë e tyre, njëri e bëri me kasht, njëri me dërrasa, dhe ujku ja rrëzoi në tokë, kurse vllai më i mençur dhe më punëtori e bëri me tulla, shtëpinë e tij ndërtoi me tulla, dhe ata në fund kërkuan ndihmë ke vllai, pasi e kishin tallur një vllajin, duke qeshur që puno, lodhu kot, po ne mbaroj më shpejt, po ama doli që shtëpia e vllait që punoi avash edhe mirë, u bë shtëpi më e fortë, sepse u ndërtua me tulla. Ke vap, ja se fik edukatori atë.